Sezoni turistik i këtij viti në Lezhë ishte mjaft i suksesshëm, duke shënuar sërish rritje në masën 10%. Të dhënat janë bërë publike gjatë një takimi të përbashkët të gjithë aktorëve të përfshirë në mbarvajtjen e sezonit, ku duke u ndalur tek rezultatet e arritura, kryetari i Bashkisë Lezhë, Pierin Dreu, theksoi rëndësinë e projekteve madhore infrastrukturore që pritet të nisin, si autostrada Milot-Badre dhe bypassi i Shëngjinit, të cilët do të japin zgjidhje edhe problemit të trafikut. Me knasi vrej se impaktet e këtij bashkëpunimi tashmë janë dukshme dhe kanë rezultuar edhe tjetër kohë. Pra në shumë zonat e tjera turistike është vënë re tashmë qartësisht se ky bashkëpunim ka dhënë një produkt i cili është i qëndrueshëm, tashmë nuk është një gjë e fragmentuar apo një histori e cila është sa për të kaluar rrallë. Procedura e Milot-Badre është hapur. Me datën 2 ose 3 tetor shkalla fituese. E fillon puna. Mendoj se me gjithë ato procedurat, mendoj se deri në janar puna ka filluar. Pra është një gjë e adresuar, nuk është një gjë për ta diskutuar më. Këto ditë ne nxjerrim leje. E bypassit Shëngjinit, fillim punimi. E bypassit të Shëngjinit, që është një tjetër pikë e rëndësishme që do të thotë, pse e thash këto, që nëse kemi defektu për dritat, kemi adresuar, nëse kemi defektu për ujin, e kemi adresuar, nëse kemi defektu te trafiku, po e adresojmë. Prefekti Lezhës Taulant Malshi u shpreh se ky bashkëpunim mes të gjithë aktorëve e ktheu sërish Lezhën në epiqendër të vëmendjes turistike, ndërsa drejtori i Policisë Vendore Altin Mena theksoi se nuk pati asnjë shqetësim për oraret e zhurmat përtej normave të lejuara. Ky vlerësim është rezultati i bashkëpunimit jo vetëm të sezon, por edhe sezonin e pashme dhe tashmë shkruar një traditë në mënyrën e konceptimit të duhur të marrëdhënies pushtetit vendor, Bashkisë Lezhë konkretisht me operatorë turistik dhe me të gjithë aktorët që operojnë në territorin e Shëngjinit në sezon turistik. Unë dëshiroj të falenderoj publikisht të gjithë bizneset e Shëngjinit veçanërisht për shkak të qëndrimit shumë korrekt në zbatimin e orarit, të gjithë në orën 12:05 nga muzikë. Edhe ku firma se marrë të lejuar që ishte asnjë se ka kaluar të gjitha matet që kemi bërë, se ka kaluar 84 decibel. Sipas të dhënave zyrtare, përgjatë 3 muajve të verës, zonat turistike të Lezhës janë frekuentuar nga mbi 1.5 milion turist, pjesa më e madhe e të cilëve shqiptar të Kosovës, të cilët vijojnë të kenë destinacionin e tyre kryesor për pushimet verore, Bregdetin e Lezhës.